Sot ishte dita e fundit e mësimit për maturantët e komunës së Gjakovës. Pas 3 viteve të mbushura me sfida, suksese e emocione, ata i dhanë fund rrugtimit të tyre në shkollimin e mesëm të lartë. Të mbledhur në hapësirat e shkollës, sot dukej një ditë e veçantë për gjimnazistët e Gjakovës. Shkolla mesme ka qenë një prej kujtimeve më të mira. Këto 3 vjet i kemi kaluar në mënyrën më të mirë të mundshme. Diçka që mundemi me kujtu është ekskursioni në Shqipëni. Jemi kënaq edhe do t'i kujtojmë gjithmonë me madh. Nga këto 3 vite do të na mungojë shoqënia, profesorat edhe gjithë shkolla. Atmosfera e shkollës, shoqëria, kujdesi i profesorëve dhe mbështetja që kanë marrë përgjatë këtij rrugtimi janë pjesë e formimit të tyre si individ. Sot jemi mbledhur për mi festu një periudhë jetës tonë, qatë sa po mërzitem, qatë edhe po gëzohem, për shkak që është një rrugtim për një më i mirë. Jena mbledhur për mi festu fundin e një periudhës edhe fillimin e një rrugë universitare të re. I uroj sukses e kretëve që ku mujtë na ka japë mundësia mi po, edhe normal do të mi falenderoj gjithmonë stafin e shkollës që na kanë japë një eksperiencë mrekullueshme, edhe i uroj sukses të cilit për neve. Ndërkohë të gjithë nxënësit janë mirënjohës ndaj stafit të shkollës për përkushtimin dhe përkrahjen që kanë treguar ndër vite. Unë kam kalu 3 vite në shkollën gjimnaze Hajdardushi, kam kalu shumë mirë. Një ndër momenteve më të mira o kohën kur jemi në ekskursion. Na ka prish pak që na ka bëu fillim të vitit, po më ka pëlqyer shumë. Edhe si atmosfera që ka shini është shumë mirë dhe mua pëlqen kjo shkollë dhe kam munguar shumë. Po kaq të lumtur sot ishin edhe maturantët e shkollave tjera. Të gjithë bashkë ditëve në vazhdim do të bënë gati për të festuar në mbrëmjet e maturës, ndërsa me 21 qershor do t'i nënshtrohen testit të maturës.